Ai është shqiptari më i madh i shekullit të kaluar. Por a e dini se kur ishte i vogël, Fannoli nuk donte të shkonte në shkollë? Është historia e pabesueshme e Fannolit që lindi në Ibriktepe në 6 janar 1882. Gjyshi i tij, Gjergj Noli, shkoi atje nga qyteza e Kolonjës dhe kishte titullin fisnik të kapitenit. Babai i tij Stilian Noli u martua me Maria Gollaçin, vashë më të fortë dhe më të vyeshme të fshatit. Fannoli ishte i dyti prej 13 fëmijëve. 5 djemve e 8 çupave që lindi Stiliani me Marien. 7 prej fëmijëve vdiqën që në vegjëli. Kur Fani mbushi 8 vjeç, familja e dërgoi në shkollë. Sipas disa dëshmive, nëna Maria e futi në thes djalin që bërtiste dhe hidhte shqelma. E hodhi pas shpine dhe e çoi në shkollë. Mësuesi kur dëgjoi klithmat e djalit, nxitoi te dera. Nëna Marie i tha: "Ja i mbir, por mos e rris." Se s'mund ta sjell në thes çdo ditë. Pas këtij episodi, thuhet se Noli ishte gjithmonë i pari i klasës. Kreu gjimnazin në Andrinopoj. Pastaj iku në Egjipt. Qëndroi atje 3 vjet para se të shkonte në Amerikë në moshën 24 vjeçare, në vitin 1906. Mëngjesin e parë në Amerikë bleu 3 banane për 5 cent. Gjeti punë si punëtor share dhe merrte $4 në javë. Pas 4 muajsh filloi punë si ndihmës redaktor i gazetës javore Kombi. Dhe më pas se ftuan të shugurohej, prift në 1908 duke marrë rrogë prej $40 për të vazhduar më pas rrugëtimin e pandalshëm mes fesë dhe adetarizmës. Janë fillimet e vështira të njeriut të konsideruar si shqiptari i shekullit të kaluar. Shkrimtar, dietar, diplomat, politikan, historian, orator dhe themelues i Kishës Ortodokse Autoqefale Shqiptare. Ai nderohet nga shqiptarët si kampion i letërsisë, historisë, teologjisë, diplomacisë, gazetarisë, muzikës së unitetit kombëtar. Ishte erudit, njohës i mirë i shqipes, turqishtes, greqishtes, arabishtes, frëngjishtes dhe anglishtes. Djali i vogël që në moshën 8 vjeçare shkonte në shkollë i mbajtur në thes nga nëna Marie. Nuk e përfundoi asnjëherë etjen e tij për dije, duke u kthyer një ndër shqiptarët më të rëndësishëm të historisë sonë.